Një traktat i rinovuar miqësie mes Shqipërisë dhe Greqisë do të faktonte se dy vendet nuk janë në luftë dhe pse ligji i luftës ende ekziston si për ironi. Ministri i Jashtëm grek në një bashkëbisedim me studentët në Tiranë, së bashku me homologun shqiptar, kërkoi ndër të tjera që ky traktat i ri të përfshijë të drejtat e pronës së minoritetit grek. Duam të aktualizojmë dhe të pasurojmë traktatin e miqësisë në dy vendeve. Traktatin e miqësisë dhe preambula që do të shtojmë atij do të përbëjnë konfirmimin e miqësisë dhe të gjendjes jo të luftës në dy shteteve. Për sa i përket të drejtave të minoritetit autokton grek në Shqipëri, që shkon drejt Bashkimit Evropian, shpresoj të veproj në kohën dhe me iniciativën e saj në zbatimin e atyre që parashikojnë legjislacioni evropian, ligjet evropiane për mbrojtjen e të drejtave të këtij minoriteti, pa dallim në të gjithë territorin e vendit, duke filluar nga të drejtat e saj mbi pronën. Dhe besoj që me dialog, me mirëkuptim, i cili nuk është shpesh i lehtë, por edhe me eksperiencën që kanë dy vendet tona, duke qenë se kanë kaluar periudha të lumtur edhe të vështira së bashku, duke u mbështetur në instrumentet e së drejtës ndërkombëtare dhe në frymën evropiane, do të kemi mundësi që disa nga këto çështje apo problematika ne ti të kalojmë. Ngërçi të krijuar për ndarjen e kufirit etar, Ministri i Jashtëm ju referua vendimarrjes bazuar në të drejtën ndërkombëtare që kemi zhvilluar me italianët, ndërsa negociatave të zhvilluara nga qeveria Berisha mbushatin cilësoj jo profesionale. Por ministri grek Nikos Kotzias preferoi ta kalojë me diplomaci këtë pikë, duke pohuar se marrëveshja me Shqipërinë është bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe ajo prevalon mbi vendimet e gjykatës kushtetuese shqiptare, por gjithsesi duhet një marrëveshje juridike dhe politike mes palëve. Në të njëjtin kuadër, ky student i shkencave politike pyeti ministrin e Jashtëm në mënyrë spontane se pse nuk japin Shqipërisë dedin e tyre që palët e jetojnë të lumtura. Unë me kënaqësinë më të madhe do t'ju fal një atë det që s'më përket mua. Edhe çështja e Çame sërish u ngrit si një kauzë kërkuar nga shqiptarët, por ministri i Jashtëm grek pretendoi që kjo kauzë nuk duhet bëhet kaq e madhe. Besoj se nuk duhet ta zmadojnë këtë problem që ju sapo shtruat. Greqia, për cilën do që plotëson kushtet, kriteret, që ka vizë Schengen, është gjithmonë e hapur. Mua më pëlqen të flas për 700.000 shqiptarë që janë në Greqi, që nuk kanë asnjë lidhje me traditën e luftës së dytë botërore. Jam optimist që për gjitha çështjet që kemi hapur me kolegun Kocias, mendoj se po mbizotron gjithnjë më tepër edhe në ekipet respektive fryma e racionalitetit dhe gjetja pikëve të përbashkëta se sa thjesht listimi i këndvështrimeve ndryshme. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë si Ballkanas që jemi, ministri i Jashtëm grek i përkufizoi se do të moshuar që gjithmonë grinden.